Ato, shikoni, duhet mi dalue rastet kur bëhet fjalë për konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e presidentit. Pra, bëhet fjalë për pushtet dhe jo pushtet. Presidenti i Republikës është balancues dhe legitimues i pushteteve dhe garantues i funksionimit tyre. Nuk është pushtet, do të thonë këtë dënime e dyta. Te konstituimi, gjykata çdo herë kur thotë që duhet me nejt, është detyre, siç i ka shpjeguar, për ato raste, do thotë, gjykata e tregon një detyrim kushtetues. Por gjykata në rastin konkret, kjo është shumë e thjeshtë, nuk mundet me ndryshu 2015, leti 2011. Është atë gjykimi që ka të bëjë fiks me presidentin që ka ndryshu standardin më parshëm, edhe ka logjik, do të thotë pse ka bo. Por, me thonë gjykata, që se gjykata nëse thotë duhet me najt 2/3, se nuk kuptohet me najt në salë, 2/3 është ajo vota në kuti, se ata mundin me najt 2/3 në salë. Por e mundin me marrin, teori, në praktikë mundin me marrin atë fletën, po se qëtë në kuti edhe kryma veti. Ajo është, do thotë, rundi nuk është kalu, 80, sepse 80 kërkojnë vota, jo prezencë në salë, siç nga njëherë mund të interpretohet. Por, nëse e bën një gjë tillë me ty hipotetikisht, atëherë duhet me tregu gjykata që kishte qenë absurd në veti, me thonë edhe bën 2 anëtar të njëjtës parti militant fejku në partisë, që është krejtësisht. Do thotë, prandaj, unë po e përsëris, po të mos ishte dekreti, atëherë nuk ka pas nevojë për mas. Përkohshme që se kërkesa zonës Haxhiu s'kish prish punë kur do qoftë që do të ishte vend